Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit AK 42 vjeç, banues në fshatin Demiraj, pasi gjatë kontrollit në subjektin tregtar që ajo administronte, u gjetën dhe u sekuestruan pije alkolike të dyshuara të kontrabanduara, si dhe rezultoi se nuk lëshonte kupon tatimor. Gjithashtu, procedua penalisht bashkëshorti i saj, shtetasi PK 54 vjeç, pasi ka kundërshtuar punonjësit e policisë gjatë kontrollit në këtë subjekt. U procedua shtetasie në 35 vjeç banues në fshatin Prekel, pasi gjatë kontrollit nga shërbimet e policisë janë gjetur dhe sekuestruar 13.900 euro për të cilat nuk dispononte asnjë dokument mbi origjinën apo burimin e tyre. Një 34 vjeçar banues në Shkodër, pasi në lokalin që ai administronte, në lagjen Vasil Shanto, është konstatuar se kishte një punojëse të pasiguruar. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin M 18 vjeç banues në Laç, pasi u kap duke drejtuar mjetin pa leje drejtimi. Gjithashtu, specialistët në fjalë referuan materialet në prokurori për vlerësim për 2 raste, dje në sheshin Parruc, ku një 29 vjeçar banues në Shkodër duke drejtuar automjetin ka aksidentuar një 47 vjeçar, i cili po lëvizte me biçikletë. Shtetasi LD mori ndihmën mjekësore dhe u largua në banesë. Mbrëmjen e dijeshme në aksin Shkodër-Velipoj, një 57 vjeçar duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin dhe përpasoj automjeti ka dalë nga rruga. Nga aksidenti është dëmtuar shtetasi HC, i cili po merr mjekim në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, specialistët e policisë shpallën në kërkim shtetasin Lat 23 vjeç banues në Shkodër, pasi është konfliktuar fizikisht me shtetasin 20 vjeçar JO banues në Shkodër për motive të dobta. Gjithashtu, procedua një 19 vjeçar banues në Shkodër, pasi gjatë kontrollit të automjetit që kishte në përdërim, me të cilën qarkullonte shtetasi JO, u gjet dhe u sekuestrua një fishek luftarak. Po ashtu, u procedua penalisht shtetasi 64 vjeçar me inicialet ZK, pasi ka kryer punime ndërtimi pa leje. Po ashtu, edhe një 56 vjeçar është proceduar nga policia Vautudeos, pasi ka punuar pa leje. Ndërkohë, në fshatin Nënshat dyshohet se aksidentalisht ka rënë zjarr në një stall bagtish me konstruksion metalik në pronësi të shtetasit LK 46 vjeç, si pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Materialet i kanë kaluar për hetim prokurorisë. Po ashtu, rreth orës 9:10 në unazën perëndimore ka ndodhur një aksident mes 2 makinave, ku përpasoj është plagosur shtetësia MN dhe është jashtë rrezikut për jetën. Po kryen veprimet procedurale me drejtuesit e mjeteve.